Mirë se erdhët në Shqip në Dritare Televizion. Tani këtë javë ne ja kemi kushtuar veçanërisht diasporës për shkak edhe të mundësisë. Për shkak sepse samiti solli shumë shqiptar nga gjithë bota, në mban botës, edhe na krijua mundësia më tepër që t'i kemi këtu dhe jo t'i bëjmë intervistat online. Edhe pse qëllimi i këtij televizioni online është të intervistojmë shqiptarët në mbar botën dhe të dëgjojmë historitë e tyre. Samiti na ndihmoi dhe në një farë mënyre, isha duke menduar këtë fakt, jo vetëm mua, po shumë televizione këto kohë që kanë marrë shqiptar të diasporës, i kanë ndihmuar dhe kjo në një farë mënyre na hap edhe syt, na hap edhe mendjen të kuptojmë sa nevojë kemi ne të hapemi ndaj diasporës, sepse kjo do na jep të personazhe të rinj, tema të reja, edhe kjo është gjë e mirë, apo jo? Po prezantoj me njëherë të ftuarin, është Sokol Lushlari. Mirë se erdhe. Faleminderit. Kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Atëherë, un kam një prezantim të gjatë për ju, që është bashkëdrejtues i organizatës BESA. Po. Në Boston, Massachusetts. Ju bashkëdrejtoni këtë shoqatë, pra. Po, unë jam drejtuesi i bordit të shoqatës Massachusetts Albanian American Society, BESA, ose ndryshe organizata në Shqip, organizata shqiptare amerikane në Massachusetts, BESA. Ju nga jeni? Unë me origjinë jam nga Lini i Pogradecit. Sa interesante. Jo se po shikoja edhe të mbiemri, po edhe të theksi, nuk ju pash nga veriu. Nga që mua më është fiksuar që në Amerikë ka shumë, ose më saktë, jo se ka shumë njerëz nga veriu, po janë shumë të organizuar, domethënë, dhe ata janë më shumë në organizata, ata që janë nga veriu i Shqipërisë, ardhur më hershëm. Ju i përkisni brezit të parë apo të dytë në emigracion? Brezit parë. Brezit parë. Jam rrit të lind këtu, deri në moshë 18 vjeçare. Kam mbarur shkollën fillore Myredin Bashari në Lind Pogradecit. O, sa bukur. Pastaj në kolegjin turk, gjimnaz, në Cërik të Elbasanit. Në Cërik bët kolegjin? Ka qenë, po, kolegji Medreseja Iliria, në fakt. Edhe është transferuar tashmë më duke në Elbasan. Pastaj si shkua në Amerikë? Qëllimet e mia ishin për të studiuar matematikë, në fakt. Ju pëlqente matematika? Më duket është kemi një gjeni tjetër në Cërik, ë? Në Cërik ishte ideali, më duket, apo e ngatroj, nuk e di ku ishte, ideali që doli shumë mirë matematikë. Më duket se atje ishte. Mban se nuk e di. Ska gjë. Po, aty aplikova për matematikë në Ankara, në fakt. Fitova bursë për të shkuar në Ankara. Unë nisa, u regjistrova, qëndrova diku tek 3-4 javë. Në Ankara. Por në njëjtën kohë më doli lotaria për të shkuar në Amerikë. Sa e bukur. Doli të lotaria s'kishte lidhje me studimin, doli pavarësisht. Po, doli kisha aplikuar në fakt në vit 4, në fillim të vitit 4, në nëntor të vitit 4, 2006, diçka e tillë. Edhe përgjigja e dytë u ktheva, dhash intervistën, po e la shkollën, dhash intervistën dhe u nisa për Shtetet e Bashkuara, kam vajtur atje në 18 nëntor 2007. Në 2007, si ja bëre për shkollë atje? Fillimisht kam, si gjithë shqiptarët, kam hyrë dikur, kam hyrë në punë, kam qenë në punë në një kafene që Dunkin Donuts, është shumë e famshme në pjesën veri të Amerikës, sidomos në zonën e Bostonit. Aty kam pas punu natën, nga ora 12 natës deri në 7-8 mëngjesit. Edhe e kam bërë diku te 8 muaj para se të regjistrohesh në shkollë. Dhe pas e vazhdova, dhe 2 vitet e tjera, full time, po që punë të plot edhe student për 3 vite. Po në shkollë, si u regjistrove, domethënë ishte e lehtë ose më saktë, jo ishte e lehtë, dua të di këtë gjë. Shkon me ëndra. Atje duhet punosh në një kafene, normal, ke punë, dhe pastaj thua tërhiqesh, thua po ja dhe bëra shkollën, ky vend kaq i madh, apo ti s'dorëzohesh. Më nuk ishte kështu dilema. Kisha dilema, isha i lodhur, të thënë të drejtën, isha një moshë shumë të vogël, 18-19 vjeç, por kisha shumë i motivuar si person atë kohë, që doja të studioja, të arja diçka, të kisha diçka timen. Do më thënë, si e programoje ti vazhdimin? Dita ime e shumë e programuar. Do më thënë, shkoja në punë, shkoja në shkollë, kishe orare dhe shkollës, po të se çdo ditë nga hëna të enjte. Po në shkollë, mund të regjistrohesh kollaj, do më thënë, në atë kohë informacioni ishte shumë i pakët, se në 2007 deri në 2010 informacioni ishte duhet shkoja direkt në shkollë edhe ti mirë këto informacion. Që
Dhe unë vizitova disa shkolla aty, kam jetuar në Worcester, Massachusetts si fillimisht. Flisja anglisht mirë? Flisja, komunikoj, po jo në atë nivel të shkollës. Të shkollës. Po. Po vazhdoj, s'ka, nuk të rishesha. Po. Nuk ishe çfarë humbje, domethënë. Po, pra, dhe vazhdove. Ishe vetëm? Vetë kam qenë. Bravo. U mundova, bëra diçka për vete dhe pastaj kur u fute në shkollë, ndryshuan gjërat? Po, besoj ndryshuan gjërat, bëra shoqëri të re, me nacionale të ndryshme nga Venezuela, Peru, Amerikan. U informova më tepër për vende, u integrova më mirë në kulturën amerikane. Mësova më tepër, domethënë, rëndësinë që kishte shkolla në 2 vitet e para. Pavarësisht se punoja shumë, por kuptoja që kjo ishte një e përkohshme, nuk ishte një kohë e gjatë. Kuptoj, domethënë fillove të besoje pastaj, që është e përkohshme. Sepse shkolla do të të hapte dyert të tjera. E drejtë, po. Kur i hapi ato dyert? Në 2013, kur mbarova bachelor, zjati pothuajse 5 vjet, 4 vjet, 5 vjet. Aty kishe gjatë 3-4 muaj përpara se të mbaroja degën bachelor, më ofrua një punë edhe pothuajse bëja diku 4 fishin të asaj që unë merja si punëtor një kafe, ose 4-5 fishin në pagesë. Pagesë, po. Edhe aty e ndjeva veten pak më të rëndësishme. Për momentin, po. Do të thënë, ajo është si punë e parë? Po, puna e parë ka qenë quhet Radio Frequency Application Engineer, që merret kryesisht me programimin e makinerive të rënda që bëjnë testimet e chipseve në prodhim në masë. Chipseve që vendosen në telefona, vendosen në Wi-Fi routers, po këto bëhen në prodhim diku te miliona në muaj. Po bëhen në Amerikë ato, se kisha idenë që bëheshin në Kinë, në vende të tjera? Në pjesën të Azisë. Dhe por kompania ishte amerikane, po prodhimet, domethënë testimet, prodhimet bëheshin në Tajland. Tajland. Ti punoj në Amerikë apo të duhet të? Udhëtoja, 1-6 muajsh, kam pa, domethënë ishte një punë perfekte për mua, të them të drejtën. Kishte dhe më pëlqej edhe pjesa e udhëtimit, domethënë kisha një projekt 6 muaj që punoja nga pjesa hardware dhe software e kombinuar. Dhe më pas udhëtoja me klientin për ta futur në punë projektin. Shumë interesant. Më thënë ishte, ti gjete Amerikën ndërkaq. Aty kam gjetë nivelin, domethënë, aty kam kuptuar më shumë rëndësinë e shkollës. Kur fillova që njerëzit të vlerësonin për atë që bënin. Atëherë të lutem ma thuaj me zë të lartë rëndësinë e shkollës që ta dëgjojnë, sepse jemi në një kohë që të rinj fëmijët thonë, më që duhet shkolla, janë të gjitha janë në chat. Në fakt, ja që të bën shkolla? Shkolla të lartëson, të jep një mundësi që ti, jo vetë për vete, po dhe për familjen, krijosh një shpresë për të gjithë, besoj. Sepse pastaj ti u bëre shpresa e të gjithëve? Po, kishe mundësinë për të ndihmuar më tepër ana ekonomike, se edhe këtu. Ata jetojnë në Linë? Familja jeton në Linë? Jetonte, po pas 7 vitesh unë i troqa. I troqa, mora prindrit. Thua ma e le Linin, po ku e qove shpi në Linë ti? Po atje kemi vënë... Mos e shit? Nuk e shesim. Mos e shit? Jo, nuk e shesim. Sepse është një vënd i jashtëzakonshëm. Dhe mua më pëlqej. E ndjen tani që ke ikur kur kthehesh apo s'të qëllon? E ndjen, është sikur shpirti i gjenera atij atje. Pavarësisht se unë kam shumë vite që kam mik, por deri në moshë 14 vjeçare atje kam qenë edhe sikur sa herë që e vizitoj, gjej një reati. Ëndrat ku i shikon? Në cilën shtëpi shef ëndrat, apo s'ke kohë për ëndrat atje? Atje, jo, kam kohë. Atje ku jetoj i shoh ëndrat. Atje i shoh. Kurse këtu kam një kështu si një kështjell, domethënë kështjell rëre në kokë për Shqipërinë. Dhe kur vi këtu sikur bie. Është normale. Nuk është faj Shqipërisë as syti, është normale. Të gjithë kemi pritshmëri të tjera për jetën. Dhe pastaj na duket, po s'ka gjë, e mira është pak nga pak të ndërtojmë pritshmëritë tona, të realizojmë si kundër bëre ti me shkollën. Durove apo jo? Po. Nuk ndodhi më njëherë Amerika. Shumë është shumë e drejtë. Do vullnet, do durim.
Edhe support nga njerëzit që ke afër. Dhe një fjalë të mirë kur je në atë pozicion duhet nga njerëzit që punon, një kurim. Po edhe marr rast, një falenderoj të gjithë. Kam pas punoj me njerëz edhe në pjesën e kafe, në gas station që kam punu me njerëz që ja dini vlerë shkollë dhe më thoshin vazhdo ec përpara. Sa mirë. Çfarë do të thoshin po shkolla, ç'të duhet më djalë? Mund të kupton, po unë fokusi im ishte nga ana pozitive, edhe kështu e kam edhe si natyrë. Tani ku je? Tani unë kam po se 12 vite eksperiencë në fushën e inxhinierisë elektronikës, fokusuar në frekuencat e larta që bëhen pjesa transmetuese, konvertimi i frekuencave, amplifikimi dhe transmetimi i sinjaleve. Kam punuar në 3-4 kompani, së fundmi jam tek Apple, kam 4 vite aty. Punoj në produktet iPhone, kam punuar në iPhone. Çfarë thua? Çfarë bën ti iPhone-in? Unë punoj në pjesën e brendshme të iPhone. E brendshme? Po. Atë që ne shohim. Që nuk e shihni. Çfarë bën aty? Unë jam RF hardware design engineer, që me pak fjalë është projektues i chipsave, i integrimit të chipsave hardware që integrohen në që quhet motherboard, or logic board. Vetë iPhone ke? Po. Unë kështu gati, se po të mos kisha iPhone, nuk do. iPhone Air. iPhone Air. Po. Cilin ke? iPhone Air si? Ky është doli në shtator. Doli në shtator? Është versioni i LED. A është i LED? Po. Po pra, ky është plum ky imi. Po, se unë që punoj këtu e ndroj. Është ka parametra më të avancuara se ky ka vetëm një kamerë, ka 3. A prandaj është ky kaq i rënd për punë kamerash? Bateria, po dhe baterinë e ka më të madhe. Bateria më e madhe, ndërsa ai është më i thjeshtë, nga që ti sri shumë në celular, se unë kam zyrë këtë. E përdor, po jo aq shumë, po prap bateri, nëse ti e përdor shumë shpejt bateria, këti do për 4 orë mund të bie. Unë mezi mora vesh nga iPhone-i, ndroja iPhone-in, no? Dhe mezi mora vesh që sa do ta ndroja iPhone-in, s'kishte lidhje kjo me materialin që unë kisha. Ishte diku tjetër materiali, se sa më shumë të merresh, aq më pak di. Po gjithsesi shumë shpesh i ndrojnë iPhone-et, a thua se ndodh ndonjë gjë aty. Asnjë gjë, më njësojmë duke në gjithë. Nga pikpamja jashtme ashtu duket, do të thonë nëse po nga ana të kam mira inxhinier që punojnë për të avancuar në teknologjinë e re. Më fal, se po bëj shumë pyetje, unë lejohet që të flasim, s'ka problem? Se mos ndoshta është e palejueshme. E di ku ndaloj, e kuptoj. Se këto janë informacione publike, nuk është se po i them unë për të parë këto. E kuptoj. Okej. Kam filluar të kem frikë tani të pyes njerëzit për punën, se mos kur janë në punëra të cilat aq lejohet të flasë shumë interesante. Pra, domethënë, duhet i ndrojmë iPhone-ët, të kalojmë nga një gradë te tjetra. Patjetër, qofse ju e keni mundësinë, do që ta të ndroni, teknologjia avancon, teknologjia e kamerës, procesimit, të gjitha, edhe pjesa e screen, ekranit. Ja pra, se thotë e nea që, thotë, duhet me marrë të ri, unë thëmë, njësoj jam, pse i ndroni kocë. Janë kotë, dhe unë janë njësoj. Nuk kam të drejtë, në fakt, nuk janë njësoj, ka gjithmonë një gjë ndryshe. Ka gjithmonë, më thënë, vetëm tek iPhone-i punon tani. Po, te Apple, po. Apple. Për momentin punoj edhe produkte tjera, por nuk jam autorizuar të thëmë. Për arsye se nuk kanë dalë ato produkte? Nuk kanë dalë ato produkte. A, s'kanë dalë. Do më thënë, a pret në një çudi? Nuk e di. Bëuni gati! Ka çudira. Bëuni gati, mirë, do t'i mësojmë më vonë, nuk po vazhdojmë të pyesim. Tani do të pyes për këtë tjetër. Ke kohë ti të jesh edhe aktivist? Domethënë, çfarë ti je kaq i fokusuar në punën që bën tani? Ke edhe kohë të jesh aktivist që bashkëdrejton një organizatë e rëndësishme? Po mendim edhe të tjerëve, thonë se unë s'jam i vetëm aty. Puna zakonisht me zë ndër të premte, mundohem pjesën tjetër të jem social, të marrë pjesë në mënyrë vullnetare, të jap diçka komunitetit ku unë jetoj. Sa mirë. Në mënyrën time, në organizata Masbesa, unë kam në mënyrë vullnetare dhe 7 drejtues të bordit, edhe bordi këshillues janë gjithë në mënyrë vullnetare për të
çuar për shembull për të krijuar disa evenimente gjatë gjithë vitit, ku zona e Bostonit ketë një platformë ku mund të mblidhen, të diskutojnë, të festojnë në rast të festash. Fillojmë me rastin e festës në Shkurtë, pavarësia e Kosovës, më fal. Pavarësia e Kosovës, edhe vazhdojmë, pastaj kemi një network. Sepse jeni bashkë, jeni të Shqipërisë, Kosovës, Malizit, më thonë jeni bashkë. Shqiptari. Sa mirë, kur je jashtë, ky bashkimi bëhet më natyral, kam përshtypjen, më normal. Po, se atjes nuk na ndan ky kufiri, shteti. Për është Amerika i ka rrëzuar kufin. I kam bledh të gjithë. Tani, ndihen probleme si që shohim ne këtu, apo në Amerikë vazhdon, nuk ka probleme me migracionin, nuk ka probleme të dukshme nga ato që përcjell media? Probleme ka çdo shteti, dhe atje ka probleme me migracionin, por shumë si shqiptarëve kanë ardhur në mënyrë legale, sepse kemi, kurse nga ana komunitetet tjerëve ka probleme kërse është shumë gjitur me Amerikën, për shembull Meksika është ka. Ai kalon garden edhe? Po, por nuk është se e kam menduar shumë këtë pjesën e migracionit, por se unë vetë kam vajta në rregull ti. Po, kam vajt. Të doli llotaria. Po, unë kam vajt me dokumenta. Tani që erdhe për summitin? Po, kam ardhur për summitin këtë javë. Është ftesë për organizatën. Si funksionon? Se unë në fakt, nga që bëra një moderim, të gjithë kujtojnë se di gjëra për summitin. Unë nuk e kam iden. Unë nuk kam asnjë lidhje me summitin. Thjesht moderova diçka dhe u gëzova shumë që pasha shumë shqiptarë bashkë. Mua më pëlqeu që ne shumë shqiptarëve bashkë, por nuk është se di diçka. Gjëja që më pëlqen është që të mund të ftoj sa më shumë njerëz, të cilët të kenë përgëzime dhe kritika, dhe të mund t'i ndajmë këto për të rregulluar çfarë do rregullohet vitin tjetër në summitin e 5. Për shembull, si erdhi ftesa tek ju? Vjen te organizata? Vjen nga kush? Ftesa ka ardhur nga AKD-ja, Agjencia Kombëtare e Diasporës, që është varësi të Ministrisë Jashtme. Po. Nuk ka ardhur specifikuar të një person apo tjetër, por ka ardhur direkt në një email të organizatës. Pra, njohin, sepse më fal, ju ndërmpres sepse shumë njerëz shkruanin me ç'është ky summit, mua s'më ftoi njeri. Me sa duket nuk ftojnë individ, ka dhe individ shumë të njohur që i ftojnë, po ftojnë organizata. Kjo është ideja se si mund të identifikojnë ndryshe, nuk e din. Po, nëse ata si në sistemin, qoftë në ambasadat ku ndodhen ose në sistemin këtu, mbase s'merr dot ftesë. Mbasi merr ftesën, vihet me shpenzimet personale, shteti nuk të siguron. Po, ftesa është e përgjithshme. Këto mbush një formular ku emër mbi emër, cila organizatë përfaqëson, cila qytet ti përfaqëson, edhe kaq, por nuk është se ka një pyetësor që thur çfarë interesi ke ti në këtë diasporë. Edhe agjenda diaspora, domethënë agjenda e summitit ishte një ditë ose 2 ditë përpara është dërguar. Nuk kishte shumë kohë. Edhe mua kështu më erdhi, më ftuan që të drejtoja panelin në darkë, të nesmen duhet ta drejtoja. Domethënë më duk me shpejtësi të madhe, po ndoshta nga që ka ndryshuar ministri i jashtëm, edhe ka pasur ndryshime në qeveri këto kohë. Ndoshta kjo ka qenë, që ndodhi me shpejtësi të madhe. Por si të duk në një tjetër që të bëri përshtypje për mira për keq, çfarë të ngacmoi? Ishte ndonjë panel, ishte dëgjues, çfarë ndodhi me ty? Po, mora pjesë në disa panele. Po thosë mora pjesë çdo ditë. Dita e parë ishte dekorimi nga presidenti, disa individëve për kontributin e tyre në diasporë. Shumica ishin okay, do të kanë dhënë kontributin e tyre atje ku jetojnë. Por ti mendon? Ishin dhe 1-2 të huaj. Nuk ishte pjesë e diasporës. Kishte arsye pse. Ja merrnin çmimin një shqiptar i diasporës. Nuk kishte arsye pse do t'ja jepnin atyre. Po ka një moment tjetër për t'i dhënë ato çmime. Më filloi që ditë e parë që patë një vërejtje. Po, vërejtja, nuk e është një vërejtje konstruktive, mbase unë kisha një vërejtje, gjithashtu ja thash të ftuarit që kishan përpara, mu duk sikur u dekoruan, morën çmime njerëz që i kanë marrë përpara, në një farë mënyrë ju është njohur kontributi. Duhet të fillojmë të hedhim syt te njerëz të tjerë, të zbulojmë njerëz të tjerë që kanë ndikim dhe duhet jemi mirënjohës, domethënë po të gërmojmë një çik, domethënë, jo me të njëjtit njerëz. E drejtë. I think edhe kjo besoj që është ambasadat duhet bëjnë një çik punë më shumë
Me identifikim. Me identifikimin e individëve, identifikimin e organizatave ose cilët janë më aktiv, ose nga ana, për shembull në Boston ka shumë donator që japin për shkollën shqipe. Shumë interesante. Do të thënë donator të fshehur. Ai s'do fare të thotë. Nuk do asnjë lloj publikimi. Mund të jap një shembull, do ta përmend tani, Leonard Keka. Është owner, do të thënë ka 4 restorante. Jam një shembull, bën një kur shkojmë një ndeshje me Shqipërinë, gatuan për të gjithë edhe nuk merr asnjë lloj. Sa bukur. E përshëndesim. Faleminderit që e bën këtë për Shqipërinë. Po. Nga një zemër shumë gjerë, donacione për shkollën ose çfarë do që kemi sa. Vetë, po. Ka dhe shumë biznese të tjera që janë member, domethënë janë pjesëtarë e organizatës tonë, që japin një kontribut vjetor nga 250, 1500, sipas madhësisë. Si bëhet? I kërkohet ky kontribut, domethënë që për shkollën duhet kontribut, për organizatën duhet kontribut. Si funksionon? Po, ne kemi kontakt me shumë, kemi diku te 50. Po mirë, ja, të them diçka ke të drejtë që ambasadat duhet të identifikojnë, po ambasadat, mos harrojmë që nuk dinë gjithçka. Ju që e dini organizatat, ndoshta duhet të veni me propozime të tilla. Po, e drejtë. Duhet të veni me propozime. Dhe për shembull, për zotin Leonard Keka, po. Keka, nga origjinë? Nga Shkodra. Shkodran. Për Shkodranin, pra duhet të ketë një propozim. Dhe bëhet direkt, s'ke pse bën ambasade, bëhet direkt në akademi, ma do mendja, se po flas dhe unë në tym, po do t'i mësoj këto gjëra më shumë. Dhe do mundohem të ndikoj më tepër tek samiti i ardhshëm, jo vetëm në moderim, sepse ky televizion që unë drejtoj i përket diasporës. Dhe këta njerëz duhet të evidentohen. Në fund të fundit duhet jemi mirënjohur, sepse ato liga i ka për vete. Fakti që i jep për të tilla ngjarje, atëherë i duhet shteti shqiptar, kombi shqiptar duhet jetë mirënjohës. Dhe jo vetëm ai, ka të tjerë, do duhen identifikuar, duhet i falenderojmë, duhet i përmendim, duhet i ftojmë, duhet i intervistojmë. Duhet jemi mirënjohës. Shumë e drejtë. Ju takon ndoshta të bëni diçka më shumë. Dhe në përgjithësi njerëzve që kanë kritika, le ta provojnë nga ana tjetër, ta trajtojnë si propozim. Në fund të fundit edhe kur flet, dikush nuk thuhet mua nuk më pëlqen, por thuhet unë do doja, po sikur, ta kthejmë ndryshe, domethënë si në anglisht, në shqip. Po. Ne të gjithë japim nga një mendim, bëhet diçka më e bukur, më e mirë. Tjetër çfarë të ngacmoi në summit? Nga ana pozitive, unë pata rastin të takoj shumë njerëz kontribues në diasporë, pa rastin të takoj dhe ju këtu, që nuk mund të... Po t'isha ati nuk do ju takoja, e kupton. Edhe shumë njerëz të tjerë në panele, mora pjesë në disa panele, një nga ato ishte financë inovacion. Por përshtypja që më bëri më tepër ishte se në pjesëmarrja e individëve nga diaspora në panel ishte e vakët, domethënë nuk kishte aq pjesëmarrje. U ankuan dhe të tjerë. Ma sqaron si e shikon, domethënë ju ishit më shumë dëgjues dhe jo të ftuar për të folur. Kjo është ide? Po. Po mirë, në panelin që drejtova nuk e dija ishe. Në panelin me Ali Ahmetin, me Glaukon Youth, ministrat e jashtëm. Ishe për një moment. Ne i lam kohë të flisni njerëzve, në kuptimin, je ulur atje apo këtu çrën si ka, unë do janë në këmbë për një lloj barës largimi, dhe ata folën, apo mendon që duhet të ulen atje. Po nëse vendosim një temë se çfarë kërkon diaspora, është e drejtë që të dëgjosh diasporën. Nëse ti tema ishte për diasporën, tani mbase 3 nga diaspora, 3 nga përfaqësues qeverisë. I inovacionit, kush që i ftuar, kush që i ulur në panel? Shumica ishin nga pjesa Ministria e Financës edhe disa nga pjesa e kabinetit që flisnin për buxhetin e startupeve, për ndryshime legjislative. Ty të vinte për qeshur, kam përshtypjen duke pas parasysh buxhetet e EIP dhe këto gjëra. Ja, buxheti nuk $2 milion, po është nuk një person që është inovator edhe ka një biznes në Shtetet e Bashkuara, nuk e kërkon, është një buxhet shumë i pagë për të financuar një kompani. Këtu. Nuk të intereson, domethënë. Nuk ka interes. Nuk ka interes të aplikoj këtu. Mbase
ata që kanë start-up'e në Shqipëri, është një ndihmë shumë e madhe. Pra, duhet menduar ndryshe, mendon. Duhet menduar që të bëje ti atje një bisedë, të flisë ti për Apple-in, të flisë ti për diçka tjetër. Unë dikush tjetër që ka, basen që jemi fokusuar dhe biznes, unë s'kam biznes, po një person që ka një start-up, mund të kishim propozuar dhe ne, nëse na i kërkonin. Ne i formulari thoshin që ju lutem na propozoni individ që kanë start-up'e ose që kanë biznese të reja, që mund të jenë pjesë e panelit, na ndajnë eksperiencën e vet. Shumë interesante. Edhe ne kemi individ plot në Boston, New York, që janë të suksesshëm në biznese software, hardware, janë pozicione kyçe, vendimarrëse, që mund të ndajnë... Ka shqiptarë të cilën e këto pozicione, po. Edhe mund të ishin pjesë e këtij paneli, të një lloj diskutimi, që ne kemi këto lloj mundësish për të bërë, kemi dëshirë për të hapur një filial këtu, ose duam të transferojmë këtu kompaninë, por na duhen këto ndryshime ligjore, për shembull, edhe të kemi bashkëbisedim. Ky mund të qenë komunikimi. Po, ata ne japim mendim, edhe këta, domethënë dhe pjesa përfaqësuese e qeverisë jep një mendim. Por kur është vetëm më dëgjosh çfarë them unë, më duket pak... E kuptoj. Duhet të ndryshoj vitin tjetër, dhe unë ndjej këtë fort. Domethënë, sa më shumë e thoni ju, aq më shumë e kuptoj unë. Po mund të ndryshojë duke folur. Dakor, jam, unë duke folë, duke dhënë feedback në ato që pam këtë vit, shpresojmë të ndryshoj vitin tjetër, por mendoj se dhe është diaspora 4. Tani ne duhet kishim bërë çik progres, edhe mua më shqetëson fakti që ne jemi një hap parë, një hap mbrapa gjithmonë, nuk e di pse. E kuptoj. Se kjo është... Ku duhet ishim ne këtë vit? Po duhet ishim për shembull të diskutonin projektet që ishin propozuar 3-4 vite më përpara. Po, a u realizua në një prej tyre? Po, ose kishte një sukses nga këto projekte. Për shembull, propozuan 10, nga këto 10, cila kanale komunikimi u themeluan, ose çfarë propozime shumorën dhe u vendosën. Një nga ato ishte edhe për shembull e drejta e votës, që gjë shumë e mirë. Po, u realizua. Domethënë, unë nuk e di këtë vit çfarë u vendos, domethënë që të realizohet, po e drejta e votës ishte një hap jashtëzakonshëm. Mendoj se është pozitiv. Nuk mund të themi që 100% u arrit, po gjithsesi, nuk e di, ishte një gjë e madhe për ne, se në Kosovë kishte ndodhur, ishte bërë, ne se bënim do. Po, në Kosovë kishin vite që votonin nga jashtë. Tani kam përshtypjen gjëja që paktën në panelin që drejtova, gjëja që të cilën u fol, ishte një jurist që foli për këtë dhe ministri i jashtëm i Shqipërisë i ktheu përgjigje, ishte fakti që duhet të identifikohet diaspora, të dimë kush është dhe ku është. Ne të kemi regjistrat e diasporës, e cila krijon një lloj frike sepse ne vim nga vende totalitare në Shqipëri me probleme dhe kthehemi dhe pse do emrin tim, pse do numrin tim, ku do më përdori, çfarë do më bëj, që të identifikohemi. Domethënë kjo është aja e një vendi demokratik dhe jo diktatorial, identifikimi. Ka rregulla, ka të identifikojmë ku jemi, ku vemi, çfarë duam bëjmë bashkë, po kush je njëherë. Është e rëndësishme të dimë se ku jenë, që nëse duam të kemi një komunikim me ambasadën ose nga qeveria shqiptare, është e rëndësishme të dimë demografinë, domethënë çfarë qyteti, ku është shumica e diasporës, që edhe njerëzit dhe ato resurset përqendrohen mbase edhe atje, ose të informojmë më mirë njerëzit. Po prapë edhe diaspora që ka është atje, njerëzit që kanë emigruar janë skeptik nga këto regjistrimet. Pse, këtë dua të kuptoj. Domethënë e kuptoj, po dua ta dëgjoj. Regjistrimi nuk i mbush mendjen, domethënë nuk e duan regjistrimin. Domethënë janë skeptik se thonë se do për shembull mund të na pyesin vazhdimisht që të votojmë për një krah ose një krah tjetër, e kupton? Po ata shumë, nëse të dërgon një person një email ose të merr disa herë në telefon, mund ta bësh blok edhe mbaroj filmi fare. Ja më mori njëri dje mua, më tha ti po pengon se që se me çfarë po pengoja, okej, blokova e lash. S'kam qef të komunikoj me ty. S'kam një problem. Kështu që ju, a regjistrojeni në Amerikë? A ju marrin kompani, ku diun, call centera edhe kompani të tjera që të informojnë, të kërkojnë? Nuk të pëlqen e blokon, të pëlqen informohesh. Po të mori shteti yt, po tani drejtë e mori, ngrija telefon. Se a ke borxh shtetit kaq që ngresh një telefon. Dhe shteti nuk është Rama dhe Berisha, shteti është shtëpia jote. E drejtë,
janë sot, nesër nuk janë, nesër do vi kusht tjetër, besoj që Nëse mund të shti, ti, kuj djetë, kthehesh dhe vjen dhe drejton. Ke një ëndër politike dhe vjen në realitet në Shqipëri. Kështu që... E drejt, po, deri tani nuk është se kam një ëndër politike. Thjesht jam njëri që më pëlqen të bëj një projekt, e ta çoj në fund, qoftë edhe këtë që kemi pjesë që janë pjesë organizatës, merrem me një projekt më specifik, për shembull, kam një plan ngritje fondesh, mundohem ta çoj atë deri në fund. Do të thënë, çfarë bën organizatë? Bën ngritje fondesh. Kjo është kryesisht që bën? Pjesa e organizimit edhe ngritja e fondeve, komunikimi me pjesëtarët e organizatës për të Sa pjesëtar ka organizata? Diku të 120, plus edhe biznese diku të 30. Pa, të gjithë regjistroheni, pra në organizatë janë regjistruar. Dihet që është... Janë regjistruar, kanë drejt vote për të ndruar bordin. Sa interesant. Se ne kemi një fond diku të $300,000 që menaxhojnë bordin. Bordi menaxhon $300,000. Për çfarë? Për organizatën, për evenimente gjatë gjithë vitit. Eventi i parë është networking që kemi në spring. S'kemi një fest me anije, kjo është më tepër sociale. Po, që takojnë një. Pas në fillon shtatori fillon shkolla, materialet të reja. I blini vetë të gjitha? Po, ne i blem çdo gjë vetë. Paguani qeran e klasës? E klasës. Paguani mësuesit? Mësues, kemi 12 mësues, 70 nxënës, 3 lokacione. Një në jug të Bostonit, veri dhe në perëndim të Bostonit. Shumë mirë. Ndodhet afër ku komuniteti jeton. Ja, për këtë po flitet tani dhe për këtë u fol gjithashtu në panelin që drejtova, për faktin si mundet Kosova dhe Shqipëria të bashkëfinancojnë mësuesit e Shqipës. Ta kthejnë në mënyrë institucionale pagesat për ta, paguhen nga shteti, domethënë. Se në fund të fundit nga klasa shqipe ne do të kalojmë në shkolla shqipe. E drejt, mund të jenë të certifikuara, mund të krijojmë një lloj trajnimi për mësuesit që ne vetëm 2 orë mësim në javë japim, por mund të jetë një certifikat që të njihet nga shteti. Po. Kjo do ishte e rëndësishme, besoj, se disa nxënës vinë aty për 3 vjet rresht, edhe nëse marrin një certifikat njohje të gjuhës shqipe. Ka një gjuhë plus, i njihet një gjuhë huaj pra për vendin ku është, ishte shumë mirë. Por ja, këto të gjitha ndodhin kur takoheni. Kjo është mënyra pse ja vlen takimi, domethënë. Jo, dakord, jam me gjitha Diçka tjetër që nuk të pëlqeu që mund të ndryshoj përsëri? Mi thuaj të gjitha, jemi në vendin ku flitet shqip. Çdo gjë tjetër më pëlqeu. Nga ana artistike ishte shumë e bukur, nga ana vizuale. Për tone. Nuk ka ndonjë gjë për vetëm disa këto element, po këto janë të rëndësishme besoj, që se thelbi nuk përcillet nga diaspora. Kurse pjesa vizuale, artistike bukur të ngjallin emocion. Se ne mbase ju duket pak absurde se ju jetoni me këto tradita me çdo ditë, por neve kur i festojmë njërë në vit, njërë në 2 vjet, na ngjallin emocione. Jo, të gjithë emocionohemi. Sa më shumë kalon kohë, aq më shumë e kupton që rënja është thelbi. Se në fillim kujton se është dega dhe maja, është rënja ajo që vlen. Kështu që faleminderit juve që na i kujtoni më shumë vlerat, sepse ata që ju mungojnë, ata që kanë larg Shqipërinë, kanë larg traditat, ata e vlerësojnë edhe më tepër, edhe ndryshimin, po edhe rëndësinë e pasurit një atë dhe, edhe një shtëpie që është jotja e kujtimeve dhe tjera. Tirana për shembull, si të duk sa e radha, vjen shpesh në Shqipëri apo s'është se vjen? Mundohen të vim njërë në vit, njërë në 2 vjet. Po. Tirana ka avancuar, unë kam pasur rastin që punoj remote që këtu 1 javë ose 2 javë. A ke punuar? Po, kam punuar që këtu. Dhe kam njohur shumë individ të motivuar në fushën e teknologjisë. Më trego, ku janë këta? Janë kudo në Tiranë. Po fshihen, punojnë kështu. Fshihen. Do të bëj një reklam, po janë disa... Jo, bëj, mos e prit mendjen fare. Kam qenë te Collab, quhet një, edhe Social Hub është një tjetër që janë pjesa që punojnë për kompani të huaja, në Gjermani ose Amerikë. Edhe janë profesionistë të vërtet. Ata punojnë për jashtë që këtu? Po, punojnë për jashtë. Edhe
do në realiteti im është pak nuk është aq i saktë, se unë edhe atje ku punoj, edhe këtu kur vi, shoh një profesionalizëm, shoh një lloj motivimi, sidomos këtu janë shumë të motivuar, edhe të etur për të bërë diçka. Për të mësuar. Ty të pyesin për shembull për punën? Gjithmonë më pyesin, po, edhe çfarë mund të bëjmë ne bashkë. Pra, kanë qejf të punojnë për Apple që këtu për shembull. Po, kanë dëshirë, ose kanë dëshirë dhe bashkëpunimi mund të jetë projekt jashtë privat. Po janë tepër të motivuar. Edhe unë kur vi këtu karikohem nga motivimi i tyre. Sa mirë. Janë të zotë, domethënë. Po. Çuna dhe goca apo vetëm çuna në këtë pikë? Çuna dhe goca. Edhe goca. Po ku jeni, ku jeni? Unë ngela duke kërkuar, kam një gocë madhe s'po ja them emrin, duhet të më bënte një program. Patjetër, tha, nuk e di se kam qartë, e pash që ishte profesioniste, patjetër për 3 muaj, po ta sjell 6, u zhduk. Ku jeni, kemi nevojë të bashkëpunojmë, jemi televizion online dhe gjithçka e kemi zhvilluar inteligjencë artificiale. E aproni. Nuk e di ku janë. Duan të punojnë për jashtë, patjetër, janë të motivuar punojnë për Gjermaninë. Po hajde ta zhvillojmë çik të shtëpinë tonë. Po kanë ato kostot e veta, ato mundohen të Po nuk po i marrin pa kosto, e dim edhe ne këtë gjë, kemi të qartë. Po. Kurse nga pjesa e organizatës ne në fund vit, do në fund në 29 nëntor, është pak shumë festa më e madhe që bëjmë. Ajo është festa më e madhe. Po, që bëjmë ngritja e flamurit në sheshin e qytetit. Edhe aty vinë nxënësit e shkollës shqipe, japin ka një program të shkurtër me poezi. Pastaj kemi një grup valltarësh, quhet Bashkimi Dance, e themeluar nga Bashkim Brau, ka qenë koreograf këtu në operën e baletit. Ka emigruar nga në viti 95 në Shtetet Bashkuara, ka një kontribut për 30 vitesh. Bravo. Të lutem më ndihmo që njerëzit që dëshiron të flasin dhe të njihen këtu, të mund t'i intervistoj online. Kjo është sikundër Agrona Libali më tha, të lutem merr Sokolin, kështu bëj dhe ti, të lutem dilte Rudina. Në kënaqësia ime më e madhe është kur tregoj histori njerëzore dhe historitë e njerëzve që ja kanë dalë të bëjnë një jetë në vendin ku shkuan, po dhe kanë një sy nga dheu që është gjithmonë aty duke pritur të dëgjoj mirë për njerëzit e vet. Patjetër, mund të bëj një listë dhe të gjatë. Shumë mirë, shumë mirë. Po. Dhe më lajmëros apo dalin produktet e reja të Apple. Patjetër. Të dëgjojnë ç'bëhet. Nëse do mund të jap edhe një ulje çmimi se nga Amerika vin çik më lirë, plus edhe un kam ulje personale për shoqërinë. Se mos ta dëgjojnë të gjithë, thuj pastaj. Tash na dëgjojnë gjithë po. Mund të merrni telefon edhe kur të vi në verë, o këtë verë o verën tjetër. Shumë mirë. Të falenderoj që mësove një moment të mirë në studio. Moment çunat si ti, na bën krenar. Jo vetëm për punën që ja dalim, po për këtë aktivizimin shoqëror, aktivizimin bashkëshqiptar. Domethënë kjo që bën njëri është krenari. Të lumt. Faleminderit. Me siguri prindrit janë shumë të krenar për djalin. Po, shumë krenar. Unë e bëj me shumë dëshirë. Është kënaqësi të japësh diçka. Pavarësisht se shumë e vogël, po mundohem të kemi një organizim total që ne të përfaqësojmë atë komunitet edhe në politikat lokale ose në senat kur është nevoja. Dhe këtë bëjmë. Edhe më tepër dhe koordinim, bëjmë dhe koordinim me grupe studentore, Harvard, MIT, Boston University, Ulster Polytechnic Institute. Kemi disa grupe studentore dhe këtë pjesën se zjata hapa më të vetë. Jo, hape sa duash. Sidomos kjo e të rinjve që afrohen, grupe studentore. Po, dhe motivimi im është që ata ti angazhojmë edhe ne si organizat i financojmë, se nuk kanë, për shembull, nëse ata bëjnë një fest në shkollat e veta, i financon organizata. I financon organizata. Bravo. I japim, mund të jetë një diku $500 një. Po s'ka gjë, mjafton që simbolike që ata të blenë disa gjëra për të festuar një ditë caktuar. Shumë dhe të tregojnë për Shqipërinë. Për Shqipërinë, po. Shumë mirë. Ja, unë tani kur t'ikësh do të dhuroj disa libra për fëmijët. Faleminderit. Edhe me kënaqësi. Ato janë shqipe dhe anglisht, pikërisht për fëmijët të cilët kanë mundësi
din anglisht, nuk din shqip, po mund t'i mësojnë duke lexuar, janë pralla për fëmijë. Kjo është dhurata që un kam për çdo fëmijë në diasporë. Më ka bërë shumë përshtypje një vajzë, fliste shqipe të shkëlqyer në Greqi, vajzë e lindur atje brezi i dytë, dhe tha e ka mësuar tha nga Çufo dhe Bang Bang në digital. Dhe çfarë dhurate ju bë fëmijëve, duke ju dhënë një kanal që ata të shikonin kukullat e tyre, po shqip. Mësuan gjuhën. Kështu që tani duhet ta vazhdojmë ne me dhurata të tilla, me pralla shqip dhe anglisht, të vemi tek çdo fëmijë. Po vetëm te fëmia, pastaj ja kemi dalë. Ky është falënderimi më i madh që ne mund t'i bëjmë pasardhësve tanë. Ata bën sakrificën, dhanë çdo gjë për këtë kombin, për gjuhën, për traditat. Ne na mbetet për detyrë ta çojmë përpara. Faleminderit shumë. Dhe rrugë të mbar. Faleminderit juve. Regjistrohuni tek Dritare Televizion dhe Rudina Xhunga, regjistrohu sepse nuk është gjë e keqe të regjistrohesh, është gjë e mirë. Edhe për mua që të identifikoj kush je dhe në varësi të faktit kush je ti të bëj emisione që të të pëlqejnë, po edhe për ty që do duash të dish çfarë emisione kam bërë unë dhe mund ta shohësh. Kështu që regjistrohuni në Dritare Televizion dhe te Rudina Xhunga, janë dy kanale që janë rritur mjaftueshëm për të bërë ndikues. Po shkojmë te 400.000 ndjekës dhe po i kalojmë sa milion shikime? Kemi 400 milion, po bëhemi, sepse unë këte milionat bëhem lëmsh. Po emisionet i kam në rregull. Faleminderit.